A mund ta kaloni këtë test të inteligjencës? 85% e njerëzve dështojnë. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se u rikthyet në kanalin ton. Sot kemi një sfidë të inteligjencës argëtuese dhe sfiduese për të vënë në provë mendjen tuaj. Ky nuk është thjesht një kuiz i zakonshëm, është krijuar për të testuar arsyetimin logjik, aftësitë të zgjidhjes së problemeve dhe kujtesën tuaj. Pra, merrni një stilolaps dhe një fletë dhe le të shohim sa të zgjuar jeni vërtet. Ndalo videon nëse të duhet më shumë kohë për të menduar. Mos harroni të lini rezultatin tuaj në komente në fund. Së pari, do të fillojmë me disa pyetje mbi arsyetimin logjik. A mund t'i dalloni modelet? Pyetja e parë. Cili numër vjen më pas në këtë sekuencë? 2, 4, 8, 16. Cila është përgjigja? A. 24. B. 32. C. 18. D. 64. Përgjigja e saktë është B. 32. Çdo numër shumëzohet me 2. Bravo nëse e gjetët. Pyetja e dytë. Cila figurë e plotëson këtë model? Katror, rreth, trekëndësh, katror, rreth. Përgjigja e saktë është A. Trekëndësh. Modeli përsëritet si katror, rreth, trekëndësh. Shumë mirë nëse e gjetët. Tani, le të vëmë në provë kuptimin tuaj verbal. Sa mirë i njihni fjalët? Pyetja e tretë. Cila fjalë ka kuptimin më të afërt me fjalën benevolent? Cila është përgjigja? A. Mizor. B. I sjellshëm. C. Lakmitar. D. I zemëruar. Përgjigja e saktë është B. I sjellshëm. Benevolent do të thotë i mirë dhe dashamirës. Bravo nëse e gjetët. Pyetja e katërt. Libri është për leximin ashtu si piruni është për. Cila është përgjigja? A. Ngrënien. B. Gatitjen. C. Prerjen. D. Pastrimin. Përgjigja e saktë është A. Ngrënien. Ashtu si një libër përdoret për të lexuar, një pirun përdoret për të ngrënë. Shumë mirë. Tani, le të provojmë disa ushtrime matematikore. Mos u shqetësoni, nuk janë shumë të vështira. Pyetja e 5. Zgjidhni këtë, 15 plus 7 herë 2 minus 4 pjesëtim 2. Cila është përgjigja? A. 24. B. 27. C. 30. D. 32. Përgjigja e saktë është B. 27. Nëse ndoqët rregullin e duhur, do të merrni 15 plus 14 minus 2 baraz 27. Shkëlqyeshëm. Pyetja e 6. Nëse një tren udhëton 100 km në një orë, sa larg do të shkojë për 2 orë e gjysmë? Cila është përgjigja? A. 200 km. B. 250 km. C. 300 km. D. 350 km. Përgjigja e saktë është B. 250 km. Pyetja e 7. Nëse e rrotulloni këtë figurë 90 gradë në drejtim të akrepave të orës, cili është orientimi i saktë? Mendohuni mirë. A e gjetët saktë? Bravo nëse po. Pyetja e 8. Sa kuba ka në këtë kub? A. 6. B. 9. C. 12. D. 27. Bëni një përpjekje për t'i numëruar. Përgjigja e saktë është D. 27. Shumë mirë nëse i numëruat saktë. Tani, le të sfidojmë të aftësitë tuaja të zgjidhjes së problemeve me një enigmë dhe një pyetje logjike. Pyetja e 9. Unë flas pa gojë dhe dëgjoj pa vesh. Nuk kam trup, por marr jetë nga era. Kush jam unë?
Cila është përgjigja? A. Jehona. B. Hija. C. Reja. D. Pasqyra. Përgjigja e saktë është A. Jehona. Një jehon flet pa gojë dhe dëgjon pa vesh. Shumë mirë nëse e gjetët. Pyetja e 10. Nëse të gjithë luanet janë tigra dhe të gjithë tigrat janë leoparda, a do të thotë kjo që të gjithë luanet janë gjithashtu leoparda? Cila është përgjigja? A. Po. B. Jo. Përgjigja e saktë është A. Po. Nëse të gjithë luanet janë tigra dhe të gjithë tigrat janë leoparda, atëherë logjikisht të gjithë luanet janë leoparda. Shumë mirë. Tani, le të testojmë kujtesën dhe vëmendjen tuaj ndaj detajeve. Pyetja e 11. Mbani mend këtë sekuencë numrash. 7, 3, 9, 2, 5, pas 10 sekondash, shkruajini saktë renditjen e numrave. A i mbajtët mend të gjithë? Shumë mirë nëse po. Pyetja 12. Cila nga këto fjalë është shkruar gabim? A. Karrige. B. Sot. C. Përgatitu. D. Matematik. Përgjigja e saktë është C. Përgatitu. Forma e saktë e fjalës është përgatitu. Shkëlqyeshëm nëse e vut re. Dhe kjo ishte e tëra. Sa pyetje gjetët saktë? Lini rezultatin tuaj në komente. Nëse ju pëlqeu kjo sfidë, mos harroni ta përqeni videon dhe të abonoheni për më shumë sfida argëtuese. Faleminderit që shikuat, shihemi në videon tjetër.